Zëvendës kryeministri Ivan Stojilković është duke përgatitur padi kundër liderit të LSDM-s Venko Filipçe për akuzat e tij se politikani me përkatësi etnike serbe punon për shërbimin sekret serb dhe është në bashkëpunim me Vladimir Putinin. Filipçe do të duhet i provojë këto akuza në gjykatë dhe gjoba që do të paguajë do të shkojë në spitalin psikiatrik në Bardovc, i cili nuk arriti të parandalonte gjendjen e tij, shkruan Stojilković, duke sugjeruar probleme të mundshme mendore tek kreu i LSDM-s. Fantazitë e sëmura dhe fiksimet tinzare që Venko Filipçe ka nisur vazhdimisht nga karrierja presidenciale në LSDM për një kohë të gjatë, më në fund kanë marrë një diagnozë zyrtare në formën e një padije. Sigurisht nuk do të kërkoj mohim ose kërkim falje. Është marrëzi të presësh mirësjellje dhe arsye nga një personazh që është gati të shkel faqen e tij për 5 minuta dorë trokitje të lira në konferencat për shtyp të partisë dhe 100 pëlqime në rrjetet sociale. Gjatë një konference për media ditë më parë, kreu i opozitës Venko Filipçe ka deklaruar se zëvendës kryeministri Ivan Stojilković është bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete serbe dhe ka komunikim me ujqirit e NATO-s, organizate afërt me Putinin.